Qenë pafund njerëzit që shkonin për të pjekë të shtëpia e Gjakoveve. Shtëpia rrinte çelur ditë e natë. Në çardak pristin burrat, kurse gratë rrinin brenda të dhoma e madhe. Duke I dhënë dorë njerëzve më të afërt, thuajse të gjithë artikulonin diçka në përdhëm të tipit qofshi vet. Ju pas lan në fakën, e Zoti e pas afër. Ata pastaj uleshin karrikët që lironin të tjerët që kishin hyrë më përpara. Të gjithë kishin ndërmend të njëjtën pyetje. Kur do të varroset mjeshtri? Dhe pikërisht që kjo pyetje që mbeti pa përgjigje. Nuk kishte ndodhur ndonjëherë në qytet që të vënojë kaq shumë ceremonia varrosin si kufoma. E din ata këtë punë. Kjo ishte pak a shumë përgjigja që merrnin njerëzit nga ata të shtëpisë Pol Gjakovës. Në qytet me fjalën ata kuptoheshin komunistët. Pra komunistët ishin gjithmonë veta e tretë shumës. Ishin veta e tretë sepse nuk ishin tanët, dhe ishin shumës sepse u shtuan si fara e hithrave. Dhe në të vërtetë, pjesa më e madhe atyre kishin ardhur në qytet nga jugu. Nga jugu I thellë, shumica që janë fshatar pa kurrë gjë pas shpirti, ngjanen si të dalë për të bërë plaçk, edhe pse në vetvete qenë thellësisht të zhveshur nga ndjesia e pronës. Në Shkodër ndiheshin si raja, që gjën bërë zotëri brenda pak kohësh. Ata e kishin kallur frikën dhe e kishin